Një pi poetëve që më inspiron shumë, Charles Baudelaire, thotë se qielli është plot me ëndra e toka është plot me hije. Vepra në prapavi është një inspirim edhe një realizim i diçkafës që më ka intrigu shumë edhe nuk e kom ditë autorsin edhe autorin e thonjës. Kom dash me lujt mes bukfalës, idealës edhe me kthy një skulpturalitet në një monument i cili rre pikërisht në qatë hapsinën pezull mes idilikës tonë, ëndrave edhe asaj të cilën është horizonti i fundit, i paprekt, i dorës njerëzore mbi arkitekturën të cilën e jetojmë edhe e shfrytëzojmë. Frazën të cilën e kom pa në pikturën e artistit Jakub Ferri, realisht është thonja e babës së Jakub Ferrit, piktorit Recep Ferri, të cilin unë e kom pas fatin e madh me pas profesor. Kur e kom kuptu që një thonje e tillë bashk vepron shumë mirë në pikturën e Jakupit, kom dash me kthy në dimenzionin e tretë, pikërisht në këtë horizontin gati të pamundën, në një arkitekturë jashtëzakonshme, sikurse që është shtëpia Dhia e Kuqe, e dizajnume edhe projektume dhe ndërtume prej arkitektit Ideal Vesa dhe Studios Madden Group. Vepra rre mbi atë absurditetin e vendosjes së shkronja në qiell, po është në të njëjtën kohë edhe një poem, edhe një mësim i cili e kthen teknikën në poezi, e poezi në rrahje me çekan të shkronjave edhe krijimin i fonti, se unë besoj shumë që fontët duhet mi mjell, jo mi downloadu. Materiali me cilin është prodhu vepra është me tuba metali që quhen shqip, të cilët prehen, saldohen edhe në fund është një proces i galvanizimit për mjashtu jetëgjatësinë ose antikorozionin. Edhe unë përdori një teknikë shumë klasike për mi deformu shkronjat, për mi dhënë qatë elementin skulptural edhe me kthy në diçka ma monumentale në hapsinë edhe kohë që i vjen mbi qiellin e Prishtinës. Për mu, fatkeqësisht, një prej veneve më të bukura në Kosovë ka me qielli si horizonti i fundit për me ëndrru. Fatkeqësisht jam ëndrimtar në një vend që është pjesë e asaj që po shohim që ka më shumë degradim se sa progres. E progresi në bashkëgëzim me një arkitekturë, mendoj që është edhe proverb, edhe poem, edhe vepër arti, edhe mësim për ata që dojnë me pa e me lexu, edhe me kuptu.